Fjali dhe frazat të dëgjuara dhe herë tjetër, megjithatë do të bisedojmë me analistin në Kosovë Blerim Burjani. Përshëndetje Blerim. Është disa herë e shumta herë që dëgjojmë që palët duhet të ulen të bisedojnë. A ka këtë herë ndonjë rrethan lehtësuese për të bërë të mundur zhvillimin e bisedimeve? Po ndoshta nuk është problemi për të mbledhur dhe diskutuar apo për të bërë dialog, por problemi kryesor mbetet ta ka rezultat, pra, cili është rezultati final. Meqense marrëveshja është bërë, ndërsa nuk është implementuar fare dhe nuk ka pasi as indicje të pale për të implementuar atë, po shihet si e rëndësishme më. Kosovë pak kush merret me këtë dialog dhe nuk është ndaj dialog i rëndësishëm për shtetin tonë. Pasi që ky dialog ka sjellë më shumë probleme Kosovës, sidomos me draft statutin evropian i cili parasheh arbitrazh brenda dhe përmend rezolutën 1244. Pra në Kosovë askush nuk merret me këtë fakt drafti që është ardhur dhe duket si është marrë kjo dialog është i pamundshëm të zhvillohet në soza dhe në konditat e këtij drafti që parasheh domon për asociacionin serb. Pra, për Bashkimin Evropian mbetet interesi i veçantë vetëm themelimi apo konstituimi i asociacionit, ndërsa për Kosovën më e rëndësishme është integrimi i serbëve domon në veri në institucionet e Kosovës, sesa ndonjë dialog i mundshëm me Serbinë apo dialog tjetër i cili flet për asociacionin. Na kem problem me integrimin e serbëve, pra asociacioni nuk është zgjidhje e vetme sipas interesit kosovar dhe sipas politikës kosovare, por është edhe integrimi tjetër, domethënë integrimi pasor i vullnetshëm i serbëve në institucionet e Kosovës, i cili nëse ndodh do të jetë i dobishëm për serbët. Pra asociacioni është më tepër interesi i Bashkimit Evropian duket dhe i Serbisë në këtë temë, ndërsa Serbia nuk shohë, nuk e njeh Kosovën, nuk i intereson nuk i intereson Kosova e antarësohet ajo dhe bën pengesat e vazhdueshme kundër Kosovës që mos antarësohet në organizata ndërkombëtare. Kështu që ky dialog për mendimin tim është në Çorsokak moti, në rrugë Çorrë, pra nuk ka ndonjë varëzgjidhje. Është në Çorsokak. Ndërkohë Blerim, kryeministri Kurti ka përsëritur me të drejtë mendojnë shumë kushtin që për të bërë të mundur këtë dialog duhet që Serbia të dorëzojë atë që e ka pranuar përgjegjësinë për masakrën e Banjskës, që është Rajdučić. Atëre, pyetja është, kryeministri Kurti pas zgjedhjeve të fundit është në pozita më të konsoliduara për ta ritheksuar dhe për të qëndruar fort këtij kushti apo jo? Po, kondita kryesore, kjo që e përmendni është domethënë i Bashkimit Evropian, që mos e përmendë çështja e Banjskës dhe të shkohet në dialog pa e përmendur çështjen e Banjskës. Kjo është një farë kushti i BE-s dhe sa kushti i Kosovës është me dorëzuar Radojčićin. Po, nuk ka ndonjë farë pajtueshmërie midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian sa të ketë kësaj teme. Pra, Kosova e kërkon me çdo kusht që Radojčić të kthehet në Kosovë dhe të dënohet sipas akteve në fuqi të Kosovës apo ligjeve dhe kushtetutës së vendit të Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian dëshiron ta tejkalojë Banjskën në mënyrë domethënë toleruese, kështu mos më përmend ato fare dhe me i prap në dialog, por mendoj që ky dialog është më për mendimin tim pothuajse është i gati po të them i pamundshëm të ketë një rezultat të prinshëm, po sidoqoftë zoti Petersen ju e dini që e ka për obligim marrë në Kosovë dhe me shku në Serbi për shkak se paguhet për këtë punë. Bashkimi Evropian ja ka dhënë prap një mandat, domethënë ja ka dhënë mandatin që të merret me këtë temë të zoti Petersen, mirë po rezultati unë mendoj që është i zbet, valla i dyshim të mund të arrihet gjapi kësaj teme më, po tash të shohim si do të shkojmë, pra dy palë po luajnë një farë loje me Bashkimin Evropian. Serbisë nuk intereson themelimi një asociacioni që e quajnë shoqatë e gjuetarëve, ndërsa Kosovës nuk intereson një asociacioni i cili e bën Republikë Srpska brenda Kosovës. Pra, kjo është tema e asociacionit që vazhdimisht përmendet në BE, pra qëllimi i tyre themelor apo kryesor është themelimi i asociacionit, ndërsa në Kosovë nuk ka më ndonjë rëndësi themelimi i këtij asociacioni. Po më shumë ka rëndësi në Kosovë që pakisa serbe të integrohet sikur në pjesë tjera të vendit edhe veriut. Qartë, faleminderit Blerim Burjani, drejt për së drejti nga Kosova, ne do të ecim tej.